mbledhet. Unë mendoj se kjo është një lloj presioni që është bërë nga një subjekt politik në mënyra të ndryshme, ndoshta duke përfshirë dhe duke përdoruar edhe autoritetet e shtetit fshin për të ndikuar në orientimin e tyre të votuesve. Po gjë që se kanë lënë pa e ushtru, deri në fund pa bërë presion. Pas një diskutim. Tani, me shumë rëndësi është teksa po lëvizim këndej kryesiu të diskutojmë edhe mbi atë çfarë e njeh opinioni publik si exit poll, si sondazhe të ditës së zgjedhjeve, si një lloj matje. E kjo herën e kaluar ka shkaktuar goxha një lloj debati dhe një lloj përplasje në shoqëri, në politikë, në media, gjithandej. Si e ke parë këtë debat dhe këtë lloj përplasje? Mendoj se normalisht që kompanitë ose organizatat që janë marrë me exit poll, mendoj që nëse mund ta quajmë gabimi i tyre për mos thënë dështimi, gabimi i tyre besoj unë ka qenë gjatë ditës ku ka pas rrjedhje ndoshta të informacionit mbi këtë proces, e cila potencialisht për një exit poll profesional nuk duhet të ndodhë. E dyta, besoj që ka qenë, po konsideroj unë, ka qenë numër jo i mjaftueshëm i të angazhuarve në kampionet mjaftueshme për të pasur rezultatet, cilat potencialisht nuk kalojnë vijen e marzhën e gabimit mbi 3%, eventualisht në maksimum 5%. Ne kemi pasur një huqje mbi dikon më duket 8%, ka qenë që është e madhe dhe jo profesionale. Deri në 12 kam përshtypjen ka shkuar, deri në 12 ka shkuar. Por është interesante se ky gabim nuk ka ndodhur të një kompani, ka ndodhur të 3 kompani që janë marrë me exit poll, edhe tani nuk di, ma kemi pasur qytetarë të organizuar që potencialisht kanë dëshiruar ta ndikojnë, apo pse ka ardhur deri te kjo është çështje bukur shumë që mendoj. Nga ajo që kemi pasur, mendoj që këto kompani kanë reflektuar, edhe sot nuk jemi duke parë një frymë të tillë të shpërndarjes së mesazheve çfarë po ndodh atje ose çfarë po ndodh këtu. Besoj që kjo është një refleksion i tyre, edhe besoj që janë kujdesur që të kanë kampione më të mëdha dhe të kanë profesionalizëm më të madh, dhe unë shumë besoj që spaku në trendin e tyre ata sot në ora 7, në ora 19, besoj që do të janë për afër saksisë. Po, ato do duhet ta shohim. Ne si media, si televizion kemi vendosur që në këto momente kur ekziston ky mosbesim natyrisht të mos. Po, e vërtet. Ajo është një lloj tendence, është një rezultate, besoj që KQZ ka bërë një punë të mirë në raundin e parë me rezultate, dhe sonte besoj që kur i kemi vetëm 18 komuna dhe rezultatet për kandidat për kryetar, besoj që KQZ do të jetë e gatshme që shumë shpejt në këtë proces të informojë qytetarët me kohë mbi numrin e tyre dhe votues që kanë dalë. Për atë arsye që exit pollet janë një mundësi për të diskutuar edhe për të parë parafërsisht në një kohë më të shpejtë, për të parë parafërsisht trendin e votimeve, po jo gjithsesi qytetarët nuk duhet, ato nuk janë rezultate zyrtare, edhe besoj që për numërimi për nga 2 kandidat, besoj që dikon rreth orës